Ju e dini që edhe nuk është as pak e sigurt nëse konsiderojmë që numri prej 80 apo 81, le të themi, deputetëve garanton kvorumin e nevojshëm. Andaj, siç e kemi thënë më herët, që është e nevojshme të kemi 84 apo 5 që të jemi të sigurt për rrugën përpara, njësoj vlen edhe tani. Unë kur i mblodha numrat e deputetëve 53 plus 22 plus 18, nuk thash edhe plus 7 për shkak se kryetari i AK-s nuk e ka konsideruar të arsyeshme të nevojshme që të takohet me mua. Unë besoj që është rëndësishme që të takohet me mua. Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve. Ne edhe nëse nuk do të jemi bashkë në qeveri, padyshim që do të jemi bashkë në institucione, dhe në kohën kur takimet zhvillohen gjithandej, pothuajse secili me secilin, nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua si kryeministër dhe kryetar i partisë fituese.